Jemi vendi i dytë më i pasur në Europë, për raportin e pasurive natyrore për frym, por duket sikur jemi ende më të varfrit. Jo, duket, po ne Apo jemi, jemi? fatkeqësisht jemi më të varfrit, pra ne shqiptari jeton në një ishull varfëri e rrethuar nga i det në pasuri natyrore. Domethënë, sipas Bankës Botërore, nëse ne do t'i kthenim cash out, do t'i shisnim të gjitha pasuritë tona natyrore, do na binte $17.000 për person. Pra një familje me 3 vet, pra 2 prindër një fëmijë do kishin $42.000. Ku janë këto $42.000? Janë përqendruar tek një resort tu në Rolling Hills apo një resort tjetër Kodra e Diellit, edhe mlidhen aty të gjithë dhe pasuria që duhet ishte shpërndarë, se ne jemi pak. Pra 2.4 milion banor kanë ngelë në Shqipëri. Ne do kishim mundësi të jetonim si popujt e tjerë të vegjël të Evropës. Si Slovenia, si vendet balltike, të cilat sot janë antarë të OECD, si janë antarë të BE-s, por kjo nuk ka ndodhur sepse ky vend nuk është qeverisur nga një elitë patriotike dhe e përgjegjshme, që të kuptojë që kështu nuk ecet përpara.